format të ri të kampionatit botror që tashmë ka filluar? Po, të them të drejtën, është fillimi i kampionatit tek dita 8. Unë me thonë është një format i ri ku kemi gjithsej 48 skuadra, nëse nuk gaboj. Në ndomja në grupe, do më thonë, është e vështirë për të përcaktuar edhe cilësia e kampionatit. Mirë po deri me tani mund të themi se kemi një kampionat botror mesatar, mirë po me kalimin e kohës, shpresoj dhe besoj që do të ngritet cilësia. Sa i përket, do më thonë, ndeshjeve të cilat po zhvilloheni, kum përcjell pothuajse shumicën e ndeshjeve. Ndeshja e cila më ka rënë më së shumti në sy, e cila më kalon bresa është Brazili, Maroko, ku kemi pa një lojë jashtëzakonisht të fortë, pastaj Holanda, e cila pat një kundërshtar Japonin, ku ishte lojë jashtëzakonisht e fortë, mirë po deri me tani mund të themi se nuk kemi ndonjë cilësi, siç e kemi pas në kampionatet e radhës, mirë po me kalimin e kohës shpresoj dhe besoj që do të jetë një kampionat më i gjallë dhe shikuesit e radio televizionit të Kosovës, shikuesit në përgjithësinë në Kosovë kanë për çka ta përcjellin këtë kampionat botror. Janë 48 skuadra të ndara në 12 grupe, duke marrë parasysh që tashmë 2 ekipet e para kualifikohen direkt, pastaj 8 ekipet më të mira të vendeve të treta do ta rumbullaksojnë atë numrin prej 32 ekipeve që do të luftojnë pastaj në fazën e dytë dhe eliminimi direkt. Po është e vështirë, fillimi thash edhe më herët, unë në kokën time, domethënë jam duke menuar që në fazën e grupit do të vjen njëri nga favoritët e skuadrave të cilat janë duke luajtur tash në për grupe. Shpresoj dhe besoj që mos të ndodhë kjo, mirë për në bazë të asajna që po shohim në këtë kampionat botror mund të themi lirë se nuk ka favorit. Të gjitha ekipet domethënë po zhvillojnë futboll të bukur, me përjashtim të 2-3 skuadrave të cilat janë outsiderë, të cilat vetëm për herë të parë po marrin pjesë në kampionatin botror, mirë po mund të themi po lojën e Spanjës, e cila arriti të barazojë me një kundërshtar, të cilën pak fare kemi ndëgjuar dhe domethënë andaj duhet pritur në grupe që mundet me ndodhë ndonjë befasi, dhe nëse ndodh ndonjë befasi atë nuk është befasi për ata që përcjellin sportin, mirë po skuadrat kombëtarët kanë përparu bukur shumë. Secila kombëtare domethënë është e përgatitur, andaj në këtë kampionat botror mund të themi se disa kombëtarë nuk kanë shkuar me flamur të bardhë, dhe disa kombëtarë nuk mund të kënaqen në fillim të kampionatit. Për shembull, më thon Spanja, Holanda dhe disa skuadra të tjera, të cilat nuk kanë treguar futboll aq të bukur. Andaj pritet gjithçka, një barazim apo edhe një barazim tjetër, secili skuadër mund të përjashtoj eliminimin nga grupi. Andaj shpresoj dhe besoj që kjo mos të ndodhë, mirë po unë po besoj që mundet me ndodhë. Fatmir, tashmë i kemi parë sonte do të nisë raundi i dytë i fazës së parë të garave, pra janë 3 raunde më pas, ato që plasohen më së miri në grup do të kualifikohen tutje. Cila skuadra ka lënë bresa deri më tash, duke marrë parasysh që mbrëm patëm rastin në orët e vona të shohim edhe Uzbekistani për shembull që debutoi, njëra prej 4 atyre ekipeve që debutojnë në këtë kampionat botror. Vetë formati i ri i këtij kompeticioni të Kupës së Botës në vitin 2026 ju ka dhënë mundësi disa kombëtarë që ndoshta është për herë të parë se paraqiten në një kampionat botror, në një eveniment kaq të madh, dihet se botrori mbledh ekipet më të forta dhe futbollistët më cilësor në rrugën toksor. Në ndeshjet e zhvilluara deri me tani mendoj që kemi parë çdo gjë, kemi po lojra të mira, aksione të bukura, gola të jashtëzakonshëm, kemi po dështime, kemi po befasi të jashtëzakonshme. Mendoj që ekipet që kanë treguar që në start janë pretendente për ta fituar këtë botror dhe se janë ekipe kompakte, është Franca, Argentina, Anglia mbrëm tregoi një lojë të jashtëzakonshme sidomos në pjesën e dytë duke fituar kundër Kroacisë, edhe pse Kroacia është në ndrimin e gjeneratës. Mirë po Anglia tregoi një lojë të jashtëzakonshme. Mendoj që befasi ka qenë barazimi i Spanjës, barazimi i Portugalisë, pra shprit pak më shumë ato skuadra, ndërsa nuk e cilësoj si befasi të madhe Brazili dhe Maroku, duke ditur se Maroko është një kombëtar i një rritje dhe vazhdimisht edhe në kampionatin e kaluar, por edhe këtë kampionat është duke treguar që ka kapacitet dhe ka potencial për me arritë edhe më shumë. Mendoj se përgjithësi në këto ndeshje deri me tani kemi po lojra të jashtëzakonshme, pos kombëtarët që kanë ato kombëtarë të forta që kanë treguar se janë kandidate, po ashtu edhe gollashënuest tashmë Messi, Mbappe, Olise, Haaland e kanë filluar kampionatin duke shënuar gola dhe ka qenë edhe një luftë mendoj e jashtëzakonshme me gollashënues më të mirë
duhet se kurse deri me tani ndoshta kumpritje në gjërë të para me shënu edhe Ronaldo ose edhe Salah dhe mane mirë për këta të nuk kanë shënu, por kohë ndeku të shoh se si do të rrjedh kampionati. Mendoj që një kampionat jashtëzakonisht interesant deri me tani, mirë, por vetëm gjyra e parë të shohim çfarë të duhet në vazhdim, me siguri se kombëtarët si Spanja, Portugalia, por edhe Brazili do të këndellë dhe do të kërkojnë që të arrijnë fitore, sepse pastaj do të vështirësohet me siguri edhe kalimi tutje. Një format i ri që e përmendëm edhe me Nimonin është janë 48 ekipe, gjithsej 104 ndeshje, për dallim nga e kaluara kur kanë pas pjesëmarrjen, do të thotë mundësi vetëm 62 ekipe që kanë marrë pjesë. Në fakt 62 ndeshje kanë qenë deri në fund. 32 ekipe kanë qenë më së shumti deri më tani në një kampionat botror. Po është një kampionat më ndryshe, është me 48 ekipe, pas që kalojnë ato dy vendet e para prej 12 grupeve, pastaj edhe 8 ekipe tjera kanë mundësi për me vazhdu tutje. Do të jetë shumë interesant, unë mendoj që deri në gjirën e fundit nuk do të dihet se cila skuadër mund të kalojë fazën e grupeve, ndoshta me një fitore eventuale mund të jesh edhe në fazën tjetër. Mendoj se disa skuadra që janë për herë të parë nuk besoj se do të mund të bëjnë më shumë. Ndoshta do të ketë ndonjë befasi me siguri, siç e tha edhe Nimoni, mund të presim ndoshta që ndonjë nga ekipet që është me renome dhe që kanë traditë, mund të eliminohet ndoshta nga faza e grupeve, mirë, por nuk besoj që ajo mund të ndodhë, sepse besoj që këtu skuadra që janë sikur po them Spanja, Portugalia ose këtu Gjermania, mirë po edhe Belgjika, Zvicra, mendoj se këtu e kalojnë fazën e grupeve. Të respektuar të dëgjues, t'ju informojmë dhe natyrisht të jap një informacion që do ta ndaj me juve. Nimoni Krahas, që është gazetar shumë vjeçar i sportit në Mitrovic, është edhe arsimtari i edukatës fizike i gjeografisë. I gjeografisë, falni në Mitrovic. Nimon, po e shohim që tashmë mosha është vetëm numër e futbollistëve, sepse kemi shumë futbollistë të cilët kanë moshën mbi 40 vjet. Për shembull, më së shumti ka Craig Gordon i Skocisë, 43 vjet. Është Messi, Ronaldo, është portieri që luajti kundër Luka Modric 40 vjeçar. Do të thotë, çka ka bërë të veçantë numrin e kaq viteve edhe të jenë në top form, sikurse ishte rasti që përmendë edhe Fatmiri, si Lionel Messi. Po edhi të them të drejtën, tash futbolli po luhet në mënyrë më ndryshe. Lojtarët janë shumë të përgatitur dhe andaj nuk po vren. Ne vretëm edhe prom Luka Modricin, lojë me Kroacinë, i cili pothuajse vrapoi ke gjatë 45 minutave të parë të takimit, sikur me konë në moshën 20 apo 22 vjeçar. E shumë Ronaldo po ashtu, i cili është një lojtar jashtëzakonisht i shpejt, një lojtar i mirë, një lojtar i cili pothuajse vrapon në çdo pjesë të fushës. Për Messin mos të flasim, Messi është Messi, një herë ka lind, domethënë në tokën e futbollit, një Messi i cili pa më edhe vetë 3 gole shënoi në takimin e parë. Andaj për mua mosha nuk luan, domethënë është numri, jam mirë, po mosha në këto ditët e sotme domethënë po tregon përvoja. Nëse në lojtar e ka përvojën, domethënë një ekip e ka një Ronaldo, një ekip e ka një Messi, një ekip e ka Kroacia, një Luka Modric dhe të tjerët, atëherë është shumë lehtë për të luajtur, sepse eksperjenca e tina e bën të vetëm dhe lojtarët e ri, domethënë është ekipa gjithmonë është e përqendruar në të. Na pa prom Luka Modric e bëri penaltin, domethënë për Kroacinë, mirë pas një lojtar as një reagim domethënë në mënyrë domethënë që mundet mi kundërshtu, sepse ajo kapiteni, ajo është domethënë e barrën e ekipës. Andaj lojtarët e sot në kohën moderne domethënë na shumë Ronaldo luan në Arabi, e kemi pa edhe vetë një kampionat i cili ka filluar çdo ditë më shumë të bëhet cilësor. Për shumë Liga e Europës domethënë bëhet një kampionat me lojtarë me eksperiencë nga të gjithë Evropa. Andaj e shumë në Portugali, e cila edhe pa marrë parasysh e thona se në takimin e parë ka dështuar, mirë po do të jetë një Portugali e fuqishme, sepse ekipet kundërshtarin, mbrojtja, kur e ka përpara një Ronaldo, atëherë vaj halli për to, apo një Messi apo dika tjetër. Lojtarë me eksperiencë luan të veten, na shumë që 2-3 lojtarë domethënë të Messi, 2-3 lojtarë janë të Ronaldo. Andaj eksperienca bën të veten dhe këta lojtarë me të vërtet për edhon shia këti kampionati botror, i cili mund të themi lirisht është kampionati i fundit botror për Messin dhe për Ronaldon. Madje Ronaldo ka reaguar që do të jemi i pranishëm edhe në kampionatin e nashëm botror. Ma do është zotit të jetë duke marrë parasysh atë fizikusin e tij që posedon. Na po shumë që Ronaldo sikur me kon fizikusht në moshë 20 vjeçare apo 21 vjeçare, shumë vetë përgatitja e tij e bën të veten. Vash zoti që të kemi edhe në kampionatin e nashëm botror,
një Ronaldo, një Messi apo një Modric apo dikë tjetër. Mirë po, shpresoj dhe besoj deri në fund të kampionatit këta lojtarë të jellon një shi dhe të kemi një garë për golshënuesin më të mirë ndërmjet Ronaldos dhe Messis. Pse jo? Domethënë çush e kemi pas në kampionatin spanjoll të Barcelona dhe Real Madridi, pse mos të jenë në garë ata dy lojtarë për lojtarë më i mirë i kampionatit botror si golshënues. Është fakt interesant edhe ta përmendim po ashtu edhe ndarjen e drejtësisë. Teknologjia, pastaj janë disa rregulla që për herë të parë po aplikon në këtë kampionat botror, siç është loja më aktive, më e shpejtë. Do të thotë rivënia e topin në lojë duhet të bëhet brenda 5 sekonda dhe më së shumti. Kështu që janë disa rregulla, a mund ta ndihmojnë këtë futbollin tonë? Po edhe të thënë të drejtë, një rregulla që mund ta ndihmojnë, po janë edhe rregulla që pitëmtojnë futbollin. Ne kemi pasur në shumit në disa raste në të farë nuk thirrë teknologjia. Domethënë kemi pas rastin të lojën se s'ka bëj Bosnia Hercegovina që e pat përball, domethënë cilën ekip e pat përball, domethënë fare teknologjia nuk u thirr, domethënë për ta pyetur se a kishte 11 metrash apo nuk kishte. Domethënë këta referat e sotit, kohën e sotit, kohën moderne, domethënë këta bëjmë disa vendime edhe pa ndimin e varit. Mirë po edhe në var, na shumë edhe disa refer. Është keq me thonë se s'm të takon të flas për refer. Fare nuk kanë eksperiencë. Fare domethënë nuk e kanë ato rregullat e futbollit në kokën e vet. Andaj referi gjithmonë do të më pas kujdes që mos ta dëmtoj ekipin kundërshtar, pa marr parasysh. A luan në Spanjë me një Bosnë apo një Kroacia të kanë tjetër, referi s'do të favorizuar domethënë një ekipin një ekip të favorizoj kurse tjetrin italianësh. Andaj gjithmonë referimin, rregullat janë të mira. Dhe është zoti që të respektojnë rregullat. Mirë po them, jemi ndoshta është gabimi imi, mirë po varri në disa raste për dëmton futbollin. Na shumë edhe në Evropë, edhe në botë që domosdoshmë ku luhet futbolli. Varri është dëmtuesi shumë nganjëherë ekipet po i dëmton. A në mënyrë të qëllishme apo të paqëllishme, ata e dinë vetë. Mirë po varri do të më pas kujdes. Ekipa nuk do të dëmtuar pa marrë parasysh. Edhe ekipa që luajti me Gjermani me 156 milion banor. Ajo shkua 150.000 banor. Po, 150.000 banor. Po. Edhe ajo ekipa që ka luajtur me Gjermanin nuk do të më dëmtu, se merr pjesë në një kampionat botror. Ata nuk janë fajtor, ata janë kolonitë e Spanjës, na kemi bën një trajner që ka avokata, po, domthonë nuk do të më dëmtu as si ekip kohën e sonë në futbollin modern. Të gjithë luajnë futboll, të gjitha ekipet, të gjitha kombëtarët kanë dëshirë për më shku sa më lart. Sigurisht. Fatmir, sa është e vështirë duke marrë parasysh kohën kur zhvillohen ndeshjet në raport me kohën evropiane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një gazetar i cili dëshiron ta informojë audiencën e vet. Sa është e vështirë të mbledhësh informacione? Kjo është njëra ndoshta prej arsyeve që edhe nuk është shpit shumë entuziazëm ky fillim i kampionatit. Sepse shumë vështirë është me ndjek të gjitha ndeshjet. Ndoshta 2 ose 2 ndeshje maksimalisht po mundu me përcjell, që janë nur pak më të papërshtatshme. Ndeshjet tjera është pak vështirë me përcjell, por gjithsesi pastaj po ke mundësi që ndoshta ose ndonjë reprizë ose me po vetëm gola, sepse të gjitha ndeshjet vështirë është me përcjell, mirë po kur luan Lionel Messi besoj që nuk për të kërkosh me përcjell ata kem, sepse ai është magjik. Unë besoj që Lionel Messi edhe kësaj rrodhe e kam kështu një bindje që ai edhe Mbappe do ta kenë sërish një takim në finale, nëse veç nuk takuan deri në finale. Janë 2 lojtarë të jashtëzakonshëm, edhe Mbappe pos asoj që nuk më thonë që ka dështu me Reali, por nuk ka fitu as në Champions League, as në La Liga. Mendoj që Mbappe do të kërkoj me çdo kusht që ta ketë një sukses të jashtëzakonshëm në Kupën e Botës. E po ashtu ju e shihni një përsëritje të finales nga besoj që kanë dëshirë me po një përsëritje të finales për arsye se tashmë Mbappe e ka përvojën e duhur, por edhe Messi është pak man mosh, edhe me po se si ka me përfundu ai takim. Mendoj që Franca është e jashtëzakonshme, ka një sund të hatashëm, mirë po Messi është i paparashikueshëm. Mendoj se çdo skuadër që luan kundër Argentinës është problem me ndalë një lojtar, sepse për 90 minuta i duhet shumë pak kohë për me dënu. Ka shumë zëra madje që thonë që mirë kishte me qenë ta shohim Portugalinë dhe Argentinën në finale. Do thotë Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo, duel i 2 gjigantëve të futbollit botror. Po edhe kjo do të ishte një ndeshje jashtëzakonshme me 2 prej futbollistëve më të mirë që i kemi pas këto vitet e fundit. Mirë po besoj që Argentina ka potencial,
Edhe nuk është që Portugalia nuk ka futbollistë cilësorë që luajnë për ekipe të mëdha, ka potencial edhe ka një grup të jashtëzakonshëm futbollistëve, por mendoj që Portugalia do të ketë problem me arrit deri në finale. Besoj që fazën e grupeve ka lënë, ndërsa që kësaj ndeshje se kaluar kundër Kongos. po ndoshta edhe kësaj ndeshje, mirë po duke lojën që e zhvilloi Anglia, më ka befasu pra një skuadër që kompakte, luajti mirë, kontrolloi lojën, ka mund që me shënua më shumë golla kundër Kroacisë. Mendoj që Portugalia vështirë ka me arritë në finale, ndërsa sa i përket Argjentinës, besoj që pos Mesit është ato edhe Martinez, është Alvarez, është Fernandes, pro lojtar të jashtëzakonshëm, është ka lojtar shumë të mirë të cilët janë në formë të jashtëzakonshme në ekipet e tyre, që luajnë në ekipet mëdha, që kanë ndeshje gjatë tërë vitit, kanë ndeshje shumë të forta dhe janë të përgatitur edhe fizikisht edhe psikikisht. Mendoj që Argentina është favorite për mendimin tim, së bashku edhe me Francën, që me arrit sa më lart, kisha pas dëshirë ndoshta këtu nëse muj me fol pak për me pak më lart ndonjë kombëtare, Zvicrën kisha pas me pas që shkon pak më lart për shkak që i kemi Gjakën edhe Jasharin që janë pjesë e kombëtarës së Zvicrës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kisha pas dëshirë me po ndoshta deri në gjysmëfinale, sepse dihet që si popull e kemi një lidhje të veçantë me SBA-t dhe kisha pas dëshirë me po se shkojnë sa më lart me këtë kampionat. Edhe unë i bashkuar kësaj. Pse jo? Ta kemi Zvicrën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa më lart. Nimon është edhe një tjetër, ndoshta një veçori që do të mund ta diskutojmë edhe si kolegë gazetar. Ke përcjell shumë kampionate evropiane dhe botërore deri më tash. Cila është ai plusi dhe minusi sipas teje në këtë botëror? Po plusi domethënë është se disa skuadra domethënë po aplikojnë futboll më të shpejt. Domethënë se për shembull Argentina, po të Argentina nuk mund të them se ne ndeshjen e parë pa të përballë në Angolë. Të jetë cilësia tyne. Mirë po, janë disa skuadra domethënë që ka befasua Anglia, e cila pron kalu futboll më modern, futboll shumë të shpejt, edhe përkundër fakti që ndoshta Kroacia po mos të përsërit ke penaltia, domethënë ka mujt me kon rezultati pak më ndryshe për ata njerëz të futboll. Mirë po ka qenë një lojë tipike, domethënë agresive, domethënë një lojë e fortë. Pastaj kemi Holandën, mirë po mos të harrojmë edhe Japoninë, një shtet aziatik, e cila lum futboll jashtëzakonisht të shpejtë, e cila nuk dorëzohet deri në momentet e fundit. Mirë po, minusi domethënë është që disa skuadra domethënë në kampionatin botëror domethënë e kanë moshën e lojtarëve pak më të madhe, domethënë se për shembull Arabia, disa skuadra të tjera domethënë të cilat e kanë domethënë lojtarët e tyre domethënë e kanë eksperiencë, mirë po nuk e kanë atë shpejtësinë e cila ju duhet. Për shembull, po të takohen ato skuadra me Gjermaninë apo me Brazilin, Argentinën apo ndaj skuadër tjetër, vaj hall është për to. Kuptohet na po me Gjermaninë ndeshjen e parë, domethënë e pa sikon me kon lojë stërvitje, domethënë ai loja e Gjermanisë nuk mundet askush asnjë si futbolli ta mohë që e loja e bukur, mirë po askush nuk mundet me thonë që Gjermania pas ka një ekip të frikshme, sepse skuadra e cila ka luajtur kundër Gjermanisë ka qenë një skuadër e cila shumë pak kemi ndëgjuar për to. Tash me kalimin e kohës, kur të vinë lojrat e forta, e shohim se a është një Gjermani me të vërtetë e fortë, a është një Brazil i fortë, apo një Argjentinë, një Holandë, dhe skuadrat e tjera, domethënë se disa skuadra kuptohet për herë të parë vetë formati 48 ekipe e bën të vetën, që cilësia kampionatit nuk mundet me qenë siç ka qenë përpara. Përpara ka qenë 24, tash 32, tash 48 ekipe. Andaj skuadra domethënë në shohën një diçka tjetër edi, që disa lojtarë kanë dalë vetë sa kanë dalë nga kampionatet e tyre. E ke bën ndoshta edhe vetë lodhja bën të vetën, Liga Anglisë, Liga e Skocisë, Liga domethënë e Arabisë, Liga Spanjës, ligat e tjera pothuajse 2-3 javë se ka që kanë përfunduar. Andaj edhe lojtarët janë të lodhur dhe shpejtësia e tyre nuk është sa duhet, mirë po me kalimin e kohës, domethënë kur vjen faza tjetër, domethënë kemi po lojë më të bukura, lojë tipike të cilat i kanë jeshti kampionatit botëror. Pak mirë. Përmendet që e dëshironit një finale Francë-Argjentinë baka shumë. Edhe ajo ndoshta e respekti që e keni edhe ndaj Lionel Messit. Po më intereson për këto shtetet për shembull që do të përballet Kosova me Austrinë. Sepse me të gjithë panelistët e diskutojmë në mënyrën se si fatkeqësisht Kosova nuk arriti ndoshta për një gjysmë hape të kualifikohet në kampionatin botëror. Realisht unë kështu edhe në biseda edhe me
shoke me kolegë më thonë, ndoshta në Kosovë kë kampionat nuk është prit as shumë me entuziazëm, sepse kemi pas shumë shpresa, kemi qenë shumë afër që Kosova të jetë atje. Është një ndër rajone që shpresoj që një ditë kena me arrit, dhe disa kombëtare që janë pjesë e botërorit nuk është që kanë shumë cilësi më shumë se Kosova, ose që po tregojnë kvalitet më shumë se ne. Mendoj që Austria ndeshjen e parë ka fitu, nëse nuk ka bëj ka qenë 3-1, Po. mirë po nuk ka qenë një kundërshtar shumë i fortë sa me po forcën e Austrisë. Besoj që në vazhdim të kampionatit, kur Austria përballet me një skuadër që është më cilësore dhe që është e rënditur më lart në UEFA dhe FIFA, atëherë do ta shohim se çfarë cilësie ka dhe çka mund të bëjmë më shumë. Kështu që për momentin besoj që këto kombëtarët, disa kombëtarë mendoj që nuk kanë kvalitet më shumë se kombëtarët e jonë, por fatin nuk e deshë që time atje. Ne e pomë edhe Turqinë nga ai kombëtar që i jemi eliminuar Prishtinë, nuk është që ka treguar ndonjë lojë shumë të mirë në ndeshjen e parë, ka pasur një disfat nga Australia. Nga Australia dhe është Turqia është prej atyre ekipeve që nuk ka shënuar gol, është Turqia, është Spanja, është Algjeria, nëse nuk ka bëj 5 ose 6 kombëtarë nuk kanë shënuar gol deri më tani, e prej tyre është edhe Turqia. Pra shpresoj që kampionati tjetër të jemi prezent si kombëtarë dhe unë besoj që kemi kvalitet. Sidomos me disa skuadra që nuk janë të nivelit shumë të lartë. Patmirë, unë do të shfrytëzoj këtë mundësi që je pjesë e këtij emisioni special në Radio Kosovë, natyrisht të përgëzoj për një punë tjetër që bën si gazetar, do të thotë në dokumentar të ndryshëm, të cilat je duke i përgatit, i ke bërë disa dokumentarë për personalitetet e njohura të sportit në Kosovë, po ashtu je në prag përfundimit edhe të një dokumentari tjetër, sepse do ta shfrytëzoj praninë tënde me që po flasim edhe për botëror, natyrisht është një mundësi e mirë që na informosh më shumë pak minuta edhe për dokumentarin që duke realizuar, sepse ndihem shumë mirë ku një koleg gazetar lën diçka trashëgimi për brezat tash. Faleminderit shumë Edi. Në fakt deri me tani si OJC Mitrosport i kemi realizuar 2 dokumentar. Ka qenë një dokumentar që ja kemi kushtuar një gjyqtari, i cili është gjyqtari vetëm i vrarë në luftën e fundit të Kosovës, Ismet Sejdio, dhe atë dokumentar e kemi prezantuar edhe në Milano të Italisë. Pastaj e kemi realizuar një dokumentar tjetër, ka qenë Luani me rrot në përbot, që i kushtohet sportit të boqjas. Është një sport i ri që është për persona me aftësi të veçanta. Ai dokumentar është prit jashtëzakonisht mirë edhe në Kosovë, mirë po edhe ato kemi prezantuar pra që 2 vite me radhë ne 2 dokumentarë qojmë në Milano të Italisë, ku mbahet festivali më i madh i filmit dhe dokumentarit sportiv, ndërsa që tash jemi në proces të një dokumentari që i kushtohet sportit e karates dhe kemi titulluar Karate e yjeve. Karate e yjeve për shumë arsye, sepse tash në biseda me ish karates dhe trajner kemi hasën disa, kemi zbuluar ose kemi gjetë disa dhëna se si kam ditë realisht, mbi 20.000 karatistë kanë qenë të regjistruar në vitet e 90-ta. Pra një numër jashtëzakonshëm, një sport qaq masiv, dhe kanë pas shumë probleme, sepse probleme prej okupatorit serb, ata kanë, dhe është interesant se kampionati i parë që është mbajtur në pavarësimin e sportit e ka organizuar karatea në vitin 1991. Pastaj kanë filluar suksese të ndryshme, është një sukses jashtëzakonshëm në vitin 1997, kur 3 vajza nga Kosova marrin pjesë në Kupën e Botës të Hungarisë dhe të 3 fitojnë medalje. Kosova natyrisht ka qenë e pranuar mirë, po ka qenë një sukses i madh dhe jemi duke ja kushtuar pra një dokumentar sportit të karates. Kemi suksese në karate të jashtëzakonshme, shembull në konkurrencën e meshkujve, sporti i karates është sporti më i suksesshëm, sepse kemi një 9 kampion bote në karate e në sporte të tjera nuk e kemi, pra në konkurrencën e vajzave dihet që është judoja, ndërsa në konkurrencën e meshkujve karateja është sporti më i suksesshëm në Kosovë në këto 25 ditët e fundit, e kemi 9 kampion bote Islam Shabani dhe kemi suksese të jashtëzakonshme, pra është me mahalla e veri drizë ata më ata kanë qenë normal, ata që janë gjenerata e parë, Haki Berdemaj, Nazmi Berdemaj, Jusuf Topolli, Idris Baruti, ka gjenerata të jashtëzakonshme të cilët
ata i kanë nut themelet e forta të sportit të karates dhe për këta dhe kemi thonë karate yjeve sepse ata kanë qenë yje, e tash i kemi yje, tash i po fitojnë medalje. Pra, do të jetë një dokumentar jashtëzakonisht i mirë, e shpresoj që ta përfundojmë sa më shpejt. Faleminderit për këto informacione sepse pashmangshëm duhet të jetë pyetja për një kolegu, unë thash ndihem jashtëzakonisht mirë kur një kolegi im i gazetar i sportit përgatit një dokumentar të tillë që e lën një dokument për brezat e arshëm të dinë se kush kanë qenë këta sportistë, këta karateistë të cilët kanë dhënë kontribut të ndërvite. Nuk ma dhe një finale të parashikuar të tënë. I përmendet disa faktorë, i përmendëm disa ekipe kështu shqitazi. Sonte do të jemi me ndeshjet të tjera të cilat janë në program, pra do të nis e thamë edhe raundi i dytë. Republika Çeke me Afrikën e Jugut do të jetë në orën 18, pastaj Zvicra do të luajë me Bosnjë Hercegovinën në orën 21. Po që them të drejtën, s'pore po ta ndonjë favorit, dëshira jame më e madhe është që në finalet ta shoh Holandën. Ndoshta nuk do të jetë. Mirë po thash edhe më herë që njën ndër ekipet e mëdha do të bjen nga grupi. Moje me anë shënoti kon që njën ndër ekipet e mëdha pretendentët do të bjen nga grupi. Ndërsa sa i përket ndeshjeve të sotme, domethënë po flas për Zvicrën. Zvicra ka këtë lojë domethënë që duhet gjithçysh duhet fitoria. Mirë po mos akompone, domethënë janë disa probleme në kampin e Zvicrës. Do të thasë të vërteta, mirë po kemi disa problemet të cilët Zvicranë domethënë në ndeshjen e parë që kanë zhvilluar nuk e nda të kënaqur me rezultatin që kanë pas, nuk e nda të kënaqur që bëhet edhe me kapitenin e ekipës Xhaka. Domethënë dhe nëse ekipa e Zvicrës domethënë ka ato probleme, atëherë vështirë është që për të kthyer në lojë për të marrë një rezultat pozitiv, sepse kjo ndeshje për ta është vdekje apo liria, po në aspektin sportiv. Nëse Zvicra nuk e fiton takimin e sotëm, veç mundet me marrë koferat dhe me shku. Megjithatë është edhe një mundësi si e treta. E treta, në anën tjetër e kemi në Bosnjë Hercegovinë të cilën s'do të na shkaluar. Barbares ka bënë një ekip jashtëzakonisht cilësor, në kompërcjell edhe në fazën e grupeve dhe kvalifikimit gjatë kampionatit botror. Bosnjë Hercegovina nëse e kalon fazën e grupeve do të jetë vështirë sipas parashikimeve të mia do të shkon shumë lart. Eliminoj një Italinë. Po në Itali të cilën e eliminoi gjatë penalltive, mirë po Zvicra sot i do të fitoria, mirë po në anën tjetër në kampin bosnjak domethënë janë të mobilizuar, domethënë shumë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se sa shikues domethënë e përkojnë skuadrën bosnjake. Andaj do të jetë vështirë, dëshira ime është që ta fitoj domethënë Zvicra takimin e sotëm, mirë po është vështirë. Domethënë pasi sipas formacionit të Bosnjës së Hercegovinës, të cilën e konvret edhe pra me kompërcjell, domethënë Barbares do të bën 2-3 avancime dhe mund të ta fut në lojë nga minuta parë Gjekun dhe atë sulmuesin Llokić. Domethënë dhe nëse futet me dy sulmues, domethënë Barbares kërkon që në takimin e sotëm gjithçysh të dalmen fitor, se edhe ata dinë barazimi domethënë i Bosnjës së Hercegovinës domethënë do ta lënte me 2 pikë. Mirë po, mos ta harrojmë Kanada, e cila është shumë e freskme, na kena po domethënë ndeshjen e parë me Bosnjën e Hercegovinën, dominimi ka qenë total i kanadezëve. Po, domethënë dhe ndeshja domethënë çdo gabim domethënë mund ta largojnë një skuadër domethënë nga ato. Na po shumë që edhe nga ekipet të cilat e zëvën në treta, po shkojnë 8 ekipe. Mirë po, varet se cilat ekipe do të jenë, ndoshta do të kenë pikë më shumë maksimale në grup. Sigurisht edhe golat e shënuar që ato domethënë varen shumë ide dhe shpresoj dhe besoj që ta shohim në Zvicër më tutje, pasi se sa dhe kolegu ato luajnë dy shqiptar, Gjaka dhe Jashari, është mirë se ardhe edhe për ne, tek e fundit nuk e patëm Shqipërinë, edhe Kosovën, të cilat kanë shumë afër për të kualifikuar, po të kishëm ato dy skuadra, na ishim përqendruar te ato dy skuadra. Ndoshta ti me siguri do të ishin në SHV, dhe ndoshta ato ti përcjellim lojrat përmes radiotransmetimeve tua, të cilat çdo herë na bojnë tek kënaqshëm dhe të ndihmë kënaqësi, domethënë shpesh herë televizori të më anali zonën dhe ndëgjoj zonën tonë, domethënë ndoshta edhe ato domethënë varet edhe ndeshja domethënë Zvicër me Bosnjën e Hercegovinën, ndërsa sa i përket Çekisë, Çekia kompon lojën e parë, domethënë një skuadër jo stabile, mbrojtje, domethënë ka humb lojën e parë nëse nuk ka bëjnë 2-1 dhe ka pas gabime jashtëzakonisht të mëdha. Mirë po kundërshtari sotëm na lën të besojmë që kjo Çekia mund të ndalë me një rezultat të favorshëm. I përmendën faktorët e një mosmarrveshje në kampin zvicran, që mund të jetë determinant ndoshta në lojën e sotme. Po me sa poshën e pra me përcjella domethënë të një medium
turk apo dhe pasaneja, domethënë e mori edhe përkthimin që ata ishin të pakënaqur, domethënë gjatë lojës së poshtë çka ka ndodhur, domethënë sidomos me kapitenin Gjoka nëse nuk ka bëj, se ka mobilizuar ekipin, si ka folë lojtar apo çdo tjetër. Kjo nuk duhet më ndodhë në një kampionat botëror apo evropian. Gabimi është gabim, humbja është humbje, barazimi është barazim. Dhe skuadra duhet të menoj vetëm përpara. Mirë po këtu e shoh fajtor domethënë edhe trenerin e skuadrës, i cili duhet lojtarët të lëm të bashkuar pa marr pas. Nuk është hera që ka ndodhur, sepse ka qenë edhe me ndeshjen e është e vështirë, andaj besoj që Zvicra mos të ketë këto probleme. Mirë me bazë asaj që kanë vërejtur, domethënë Bosna Hercegovina, domethënë e ka një sulm jashtëzakonisht të fortë, domethënë e ka atë sulmuesin Tajrović, domethënë që është një lojtar i cili depërton prej 16, që domethënë prej të mesi fushën vjen 16 futet dhe me të majtin e tij është shumë i frikshëm. Andaj Zvicra sonte do të ketë kujdes jashtëzakonisht të madh. Unë shoh gjasat në takimin e sotëm 50-50. Do shta Fatmiri ko qefte fitoj Zvicra 80-20, mirë po gjasat janë të barabarta. Dhe në ekipet evropiane do të gjithë të shtimin e kokë se e ka nivelin e njëjtë të lojës. Andaj për që ata po thomë në ndeshja sotme do të jetë 50-50. As të njëra skuadra nuk është favoritin e takimin e sotëm. Lojra është derbi, domethënë loja e përcakton për menimin tim se cila skuadër do të shkojë me tutje, sepse kemi një Kanada e cila ballafaqohet me kundërshtarin tjetër, nëse fiton sonte Zvicra apo Bosna, 4 pika, po? Nëse fiton Kanadaja 4 pikë dhe o kryet. Domethënë lojën e fundit domethënë Zvicra me Kanada mundën me luaj apo një lojë të barabartë, ishin rezerva apo siç ndodh shumë herë, domethënë dhe me 5 pikë të dy skuadrat shkojnë tutje. Fatmir e përmendi Zvicrën. Besoj që nëse Bosnia Hercegovina ka eliminuar Italinë, pse mos me mujtë edhe Zvicrën. Ka kapacitet, ka mundësi, edhe nëse e marrim i shohim kështu për nga numri lojtarëve se nuk është edhe Zvicra ndonjë që ka shumë përparësi ose ka lojtarë shumë më të mirë se Bosnia Hercegovina. Ndoshta ajo që e favorizon Zvicrën është përvoja e madhe që ka në këto kompeticione si në kampionatin evropian, por dhe në atë botëror. Pra, i kisha unë një përparësi shumë të vogël kombëtarës së Zvicrës kundër Bosnjës, edhe pse edhe me fitu Bosnia nuk është befasi. Kisha dosh me thonë vetëm atë i shoh disa kombëtare që mendoj që kanë me befasu këtë kampionat. Besoj që kombëtarja e parë e cila unë e shoh që ka më shku pak më lart, ndoshta nuk pritet, është Norvegjia me Halland. E ka një skuadër jashtëzakonisht mirë me futbollistë që luajnë në ekipe shumë të forta edhe në liga shumë të forta. Pra Norvegjinë shoh që mundet më shku pak më lart. Marokon, po ashtu besoj që edhe Maroku do të ketë një paraqitje të mirë dhe mund të, nëse veç ka arritje me barazu me Brazilin, mendoj që ka kapacitet dhe mundet me shku pak më lart dhe këtu e kisha fut edhe Bosnjën. Mendoj që edhe Bosnia e ka një ekip kështu edhe një ekip simpatike edhe besoj që mundet me shku pak më lart. Këtu 3 skuadra kështu i shoh që munden me befasu. Mos me harru këtu edhe Japoninë. Në bazë të ndeshjeve të para po flas. Edhe pse tash mund të ndryshuj çdo gjë, në vazhdim mirë por në bazë të këtyre ndeshjeve dhe e curisë që ka pas këto ekipe, mendoj që i shoh pak më lart në këtë kampionat. Kolegë të respektuar, po. Bosna desha të reagoj, të sqaroj pak, që Bosnia është ekipa më kompakte, ekipa më organizuar në kampionatin botëror. Domethënë i përcjellë, domethënë ekipa gjithmonë është e bashkuar. Na shumë ato që luajnë bosnjak, luajnë serb, luajnë kroat, mirë po ekipa është e bashkuar. Asnjëherë sipas gazetarëve bosnjak thuhet se Bosnia Hercegovina nuk ka pas këtë unitet. Andaj për ata po thonë që Bosnia Hercegovina mundet me kalu tutje. Domethënë dhe të shohim inshallah sonte Zvicra fiton. Inshallah fiton. Po pse jo nëse fiton edhe Bosna tek e fundit Ballkanas. Apo tek e fundit e meritojnë për ata se çka kanë përjetuar në vitet e 90-ta. Paka shumë e kemi fazën e në historinë e njëjtë. Kolegë të respektuar, unë ju falenderoj shumë që erdhët nga Mitrovica, na nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emision, që dhat kontributin tuaj të çmuar në realizimin e këtij emisioni special që e kemi një cikël deri në finalin e madhe me 19 korrekt dhe sigurisht që kontributi juaj për neve është shumë i rëndësishëm duke marrë parasysh që erdhët nga Mitrovica, na nderuat dhe dhat edhe vlerësimet tuaja për kampionatin botëror. Jeni faleminderit për ftesën, gjithmonë jam mirënjohës. Jeni gazetari i vetëm në hapësirën gjeografike shqiptare që s'na harroni. Një gazetari i vetëm mediumi i vetëm që na respektoni.
Andaj ku të respektojnë duhet të shkosh. Të respektueshmi duhet të shkosh dhe faleminderit shumë për ftesën, ne çdo herë do të jemi hapur te ti. Dhe në 2 të natës, 4 mëngjesit, unë do të jem pranë ftesës. Faleminderit shumë Niman Rushiti, faleminderit edhe Fatmir Ajzerit. Faleminderit shumë Edi për ftesën, të përgëzoj për emisionin e jashtëzakonshëm. Të uroj shumë suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë, faleminderit kolegë të respektuar Niman Rushiti dhe Fatmir Ajzerin nga Mitrovica, kolega zëtar të sportit, të cilët sot ishin pjesë e këtij paneli në emisionin e radhës që në tërësi ja kushtojmë kampionatit botëror të futbollit. E ne të respektuar dëgjues, ora është 9 tashmë 13:48 minuta. Ne do të dëgjojmë një pikë muzikore, natyrisht jemi pranë edhe edicionet të lajmeve të orës 14. Ne do ta përmbyllim emisionin e sotëm, sigurisht që nesër do të kemi një tjetër panel, por do të kemi panel femrash, sepse do të diskutojmë për kampionatin botëror të futbollit. Unë ju falenderoj për momentin dhe në emër të ekipit realizues ju ftojmë që t'jeni edhe më tutje me programin tonë. World Cup na RTK Radio.